Klubi i futbollit Pogradesit pritet të zyrtarizojë emërimin e Emiliano Çelës si trajner i ri i skuadrës. Drejtuesit e klubit kanë vendosur t'i besojnë pankinën teknikut me përvojë, i cili ka drejtuar më parë disa skuadra të niveleve të larta të futbollit shqiptar. Çela ka një mision të qartë, rikthimin e Pogradesit në superiore. Trajneri ka shprehur gatishmërinë për t'u angazhuar në këtë sfidë dhe është përqendruar në përgatitjet për ndeshjet e ardhshme. Nuk jam vetëm trajner që ikin në ekip, them se është ekipi im. Koha ime ishte mjaftueshme, kam parë gjithë ndeshjet tuaja. I kam marrë gjithë informacionet të brendshme të jashtme, kështu që kam marrë ekipin me dëshirën time më të madhe. Edhe që nga ky moment unë e quaj ekipi im. Qose juve, neve, arrim të bëhemi gjithë bashkë, po siguroj unë që do kemi më shumë fuqi, do vrapojmë më shumë, do kemi më shumë rezultate. Unë punë më shumë e bazoj të respektin ndërsjellë. Drejtuesit e klubit shprehen optimist se eksperienca e Çelës do të sjellë disiplinë, motivim dhe rezultate pozitive në fushën e lojës. Skuadra do të nisë menjëherë përgatitjet tashmë në drejtimin e tij. Emërimi i tij pritet të jetë një moment Çelës për Pogradecin, që synon të bëhet një konkurrent serioz në kategorinë e parë të futbollit. Mësohet gjithashtu se ndihmësi i skuadrës liçenore do të jetë Bekim Kulli.